Ky është Ramazan Dulla, ose Zoni, siç e njohin përdorësit e biçikletave. Ai prej vitit 1991 riparon biçikletat e klientëve të tij, qytetarë të Tiranës, të moshave dhe profesioneve të ndryshme, të cilët ai mirëpret në dyqanin e tij në Pazarin e Ri. Erdhe çikë bicikletës. Po nuk e di çka ka këtu defekt, nuk e di çfarë duhet të bëjmë këtu. Rifrenado. Po, ja tash e ke. Se do ka po mashinë. Po. Zoni, faleminderit që pranove ftesën time dhe mirë se u gjejmë këtu në ambientet e Pazarit të Ri, ku ju ushtroni aktivitetin tuaj si mjeshtër i riparimit të biçikletave prej shumë kohësh. Mirë se vjen zoti Lorenz, dhe këshin vite pa u pa, po e gëzohem që po vjen të na bësh këtë intervistë me shumë dëshirë. Po, Zoni, na trego pak për historinë tuaj se si ju ushtroni zanatin e mjeshtrit të riparimit të biçikletave këtu në ambientet e Pazarit të Ri, që është një pikë, një vend që e njohin të gjithë përdoruesit e biçikletave në Tiranë. Unë e kam nisur këtë zanat që në vitin 1982. Pra qysh në kohën e monizmit? Po, kohën e monizmit. Kisha dëshirë për biçikletën. Avash gradualisht e mësova, më qef, mësoja zanat. Pra doni të thonit ju ishit përdoruesi një biçiklete atëherë, por edhe avancuat më shumë. Më tepër. E riparonit vetë biçikletën. Gradualisht unë mësova me detaje biçikletën, ç'është biçikleta. E arrita deri këtu ku jam sot në këtë ditë, që unë jam bërë një njeri specialist që të njohin të gjithë këtu Pazarin e Ri. Po. Atëherë kush është zemra e Akilit për riparimin e biçikletës? Kush është ai defekti më i shpesh që i ndodh biçikletës? Probleme, defekte ka plot, sot ashtu, por më tepër që konsumojnë më shpejt janë frenat, sepse është diçka që biçikleta ecën dhe frenon më shpesh. Kjo është defekti më i shpesh që bëjmë konsumimi i frenave. Po për bucelat ç'mund na thoni? Për saçmet, për bucelat, ato e mira është që në çdo 6 muaj të hapen, ngrasatohen, bëhen që të mirëmbahet biçikleta. Shikojnë dhe saçmet me konsumuar. I hapen, pastrohen, ngrasatohen. Prej sa vitesh e ushtroni aktivitetin këtu në Pazarin e Ri, Zoni? Në kohën e pluralizmit flasim tani. Tu kam qenë në 91-shin. 91-shin. Dhe ishte domosdoshmëria për të mbijetuar, apo jo? Për të ushqyer familjen. Normal. Cilët janë klientët tuaj që ju frekuentojnë ju, pak a shumë? Të moshave të ndryshme, të profesioneve? Klientët mi janë shumë mosha, që nga disa të vjetër që kanë qenë artista, ka qenë Veli Rada, Vagjilovac Vangeli. Të gjitha përdorues biçikleta? Po, me biçikleta, artista. Kosta Kamberi, që sot e kësaj dite vjen pardje pata me biçikletë tu, Kostën. E përshëndes. Tjetër, Reshat Arbana. Reshat e kom pas klient shumë vjetër, Reshatin. E përshëndes dhe Reshatin. Në krahasim me kohën e monizmit, kur Shqipëria arriti të prodhonte biçikletën e saj Tirana, dhe para biçikletës Tirana ishte biçikleta kineze që ishte në tregun shqiptar, si bëni krahasimin, evolimin e këtij mjeti transporti kaq të pastër për mjedisin tonë. Pra, atëherë nuk kishte biçikletë me kompanjol, apo jo, kishin vetëm ciklistët, apo jo? Sot kemi avancuar, kemi teknologji të përparuar biçikletës, kemi trupa të lehtë, jo metal i rënd, apo jo? Na e shpjegoni pak? Në atë kohë ishte një biçikletë, një 26-28 kineze, me pjatë teke, me libër tek, kupton? Ishte një normale, me një raport të pjata 46 e libri 20, me një raport normal për rrugët e tona. Por sot ka dalë me kambanjol, ka dalë biçikleta që janë me kambanjol, janë shumë më të lehta, me trup alumini, si peshme e lehtë, më të mira, më të cilësore, me pjata më të mira, me rrota libra më të mirë, me zinxhir më të mirë. Janë shumë gjona që janë me marshe që Po, Zoni, ju sot e kësaj dite përveç se jeni mjeshtër i riparimit biçikletave, jeni në përdorues biçikleta, apo? Patjetër. Si i vlerësoni të gjithë ta përdorues të biçikletave, jo vetëm në Tiranë, por edhe në Shqipëri dhe në Europë? Pra si i vlerësoni këtë kategori njerëzish që transportin e kryen me biçikletë? Unë i kam shumë për zemër njerëzit që përdorin biçikletën,
sepse nuk ndotin ambientin, mbajnë pastër qytetin, edhe bëjnë më mirë për shëndetin. Për aktivitet sportiv. Aktivitet sportiv, për shëndetin tyre. Dhe së fundit zoni si nis dhe kur mbaron dita ju e punës? Çfarë ore fillon? Hapni dyqanin? Unë hap në orën 8 deri në orën 5:30, kështu. Mirë, zoni, a keni një mesazh për t'i përçuar shqiptarëve gjithmonë në kuadër të përdorimit të biçikletës? Të përdorin sa më shumë biçikletën, sepse i bën mirë për shëndetin, e para punë për shëndetin, mbajnë pastër qytetin. Zotëri, biçikletën e ke gati. Pra mbaruar. Shikoj tash vetë si ishte thjesht. Shikoj shtëpi të rrezë. Shumë.